Më shumë se 5 vite nga tërmeti 26 nëntori 2019 që shkaktoi dëme kolosale në Durrës, procesi i rindërtimit ende nuk ka marrë zgjidhje përfundimtare. Kjo u vure edhe në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak Durrës, ku pikat e rendit të ditës që lidheshin me procesin e rindërtimit u shoqëruan me debate dhe diskutime mes këshilltarëve të opozitës dhe maxhorancës. Ndryshimet në listat e përfituesve nga procesi i rindërtimit që u propozuan nga Bashkia dhe Komisioni Rregulloris dhe Çështjeve Juridike u miratuan vetëm me 27 votat pro të maxhorancës, ndërkohë që këshilltarët e opozitës votuan kundër. Nga këto ndryshime mund të përfitojnë për të marrë apartament të gjithë ata qytetarë që deri më tani, për arsye të ndryshme, nuk kanë aplikuar, si dhe ata që kanë 2 banesa në qargje të ndryshme. Të merë parasysh propozimi i kryetarit bashkisë që të kualifikohen, të kenë statusin e kualifikuar sërish personat që mund mos kenë aplikim ose që mund të kenë vendalim diku tjetër, ndoshta mund të shtohet si një kriter, mund pranohet si kriter që funksionon një vërtetim hipotekor që nuk ka një banesë në dytë aty ku figuroj një qytet tjetër si banor. Ekziston mundësia që ky lloj vendimi të votohet me ndryshime pa diskutim. Në politikën legjislative, ku hyn edhe veprimtaria e Këshillit Bashkiak, çdo vendim mund të ketë ndryshime nga diskutime dhe propozime e anëtarëve të Këshillit Bashkiak e grupeve përkatëse, të cilat marrin shumicën e votave. Këshilltarët e djathtë vlerësuan faktin që maxhoranca dhe Bashkia kishin reflektuar pas shqetësimeve të ngritura prej tyre në mbledhjen e kaluar të KB-s, por këmbgulën që nga përfitimi i një apartamenti të mos përjashtohen qytetarët që kanë 2 banesa brenda qarkut të Durrësit. Është diçka që ne kemi ngritur edhe në mbledhjet e mëparshme dhe na vjen mirë që pjesa opozitës ka reflektuar për atë që ne kemi thënë. Jemi dakord me ndryshimet që ju kërkoni, por nuk jemi dakord me përjashtimet që i bëni këtyre banorëve. Tani si do të ndajmë këto punë? Si do ta votojmë këtë? Që votojmë ndryshimet dhe pastaj pikat i miratojmë, ti votojmë kundër, e kemi pa mundur ta bëjmë këtë pjesë. Kështu që rishqyrtojeni edhe këto emra, ne kemi dispozicion prapë. Të miratojmë sot edhe ndryshimet dhe na vini prapë në relacion tjetër në jetën e ardhshme. Në bazën e pikës 4 dhe pikës 5, po, unë jam dakord që të ndryshohet dhe gjithë ata banorë të cilët për shkak të mos aplikimit, se mund të jetë raste njerëzore, të rikualifikohen dhe të bëhet aplikimi të shtyhet, sepse humbin banesat dhe se nuk munden. Qëndrimi më ekstrem në mbledhje ishte ai këshilltares Flutë Rakasa, e cila deklaroi se ata që kanë 2 banesa në Durrës dhe janë prekur nga tërmeti, e ndërsa qindra familje në Durrës prej marsit të vitit 2023 nuk trajtohen më me bonus qiraje, kalvari i tyre për të futur në shtëpitë e reja vazhdon ende. Pavarësisht premtimeve të kryeministrit Rama dhe shorteve publik të zhvilluar në gusht dhe shtator të vitit kaluar, siti i ri me 996 apartamente në spital vijon të jetë i pabanuar. Në fund të këtij muaji, qytetarët që janë nënshtruar shorteut mund të marrin çelësat e apartamenteve, por për të futur në shtëpitë e reja duhet ende kohë. Nuk janë ndarë akoma çelësat se janë fazë përfundimi punime, shpresojnë brenda qershorit të bëjnë shpërndarje. Me hapësira, me të gjitha gjërat që do vazhdojmë të ndërtojmë